Përshëndetje të dashur miq, dua përsëri të ndaloj, në fakt unë e di që ju e keni shumë për zemër çiftin më të dashur, çiftin më atraktiv në fakt rrjeteve sociale, Luizin edhe Kiarën, dhe në fakt jeni shumë kurioztar, më pyesni Tiron çfarë ndodhi me Luizin, si është puna e Luizit, çfarë u bë me të. A ishte kjo pjesëmarrje në polici për këngën e tij Qelia. Tani Luiz Elli është duke përgatitur një super projekt të bukur, i premtuar në fakt edhe para se Luizi të shkonte drejt Turqisë, drejt Bodrumit, që do të cillte 5 projekte të bukura, do të cilën 5 këngë të bukura në YouTube, do të thënë në kanalin e tij zyrtar. Kjo arritje u duartrokit jashtëzakonisht shumë nga publiku, fansat entuziast e pritën Luiz Ellin që të vijë dhe të sjellë projektin e tij të ri gjigant. Por çuditërisht, do me thënë nga portale të ndryshme, Luizi me njëherë filloi që të etiketohet me tituj që mua realisht më kanë shqetësuar, sepse janë tituj që vihen në momentin kur një person vërtet është në një gjendje kritike, vërtet është në një gjendje të rëndë dhe duhet me patjetër që të jenë ato tituj. Por të bëhen ato tituj për një personazh i cili thjesht kishte një X gjën e tij në polici dhe është më se normale për mendimin tim, edhe Luiz Elli, edhe Prince Leka Zogu, edhe Kiara Tito, që të jenë pjesë e policisë, sepse ato jetojnë në Shqipëri, pa marrë parasysh që janë VIP-a, kanë përditshmërinë e tyre, kanë jetën e tyre. Më dukeshte pa logjikueshme që u bëj gjitha kjo gjë. Mendoj që njëherë pikë së pari Turqia, udhëtimi që Luizi bëri me nënën edhe me Kiarën dhe me vajzën e tij, i ndihmuan jashtëzakonisht shumë për të rimarrë energji të reja, sepse edhe në librat fetar, do të thonë thuhet që deti është energji, është pozitivitet, të sjellën mbarësi në familje. Dhe mendoj që ky rikthim në Bodrum i ndihmoi Luizit për të rifreskuar veten e tij edhe për të rikrijuar edhe një herë energjinë, sepse nuk është e lehtë që të luftosh ditë dhe natë në të gjithë këtë rreth, në të gjithë këto njerëz që në fund të ditës duan vetëm të keqen tënde, do të thënë shumica prej tyre. Luizi dhe Kiara kanë përzgjedhur që ta shijojnë momentin dhe t'i gëzojnë momentit. Nuk është era e parë që flitet për Luizin dhe për Kiarën në këtë formë, nuk është era e parë që komentohet për Luizin edhe për Kiarën në këtë formë, do të thënë është e disata herë që për to flitet. Luizi vazhdon vrrullshëm me punët e tij, nuk do të thotë që mund ta ndalojnë së sjelluri projekte. Njëkohësisht ruan bukur edhe familjen e tij, do të thënë mundohet që t'i jep energji të bukur edhe nënës, sepse normal nëna e Luizit është ajo që më së shumti mërzitet me këto tituj, stresohet me këto tituj dhe do të thënë është e paimagjinueshme ajo që ndodh me Luiz Ellin dhe me atë epitetin që duan t'ia vënë, dhe mbi të gjitha do të thënë e bëjnë që të ndjehet edhe më e lumtur pranë tyre. Më pëlqen që Luizi nuk përzgjodhi që të ketë grindje dhe të ketë konflikte me këto personazhe, por Luizi përzgjodhi që ta jeton momentin, ta duartroket veten dhe të mos të merret me njerëz të cilët mundohen që të ulin dhe të degenerojnë vlerën e Luizit, të një artistit mirëfillt siç është Luiz Elli. Unë do ta mbështes gjithmonë, do të jem gjithmonë pranë tij me lajmet më të fundit.